Në fshatin Marinës të Bashkisë Roskovec po finalizohet një nga investimet më të rëndësishëm në infrastrukturën rrugore. Projekti i realizuar nëpërmjet bashkëfinancimit të Bashkisë Roskovec dhe kompanisë naftënxjerrëse Bunkers Petroleum në kuadër të detyrimeve që kompania ka ndaj komunitetit të zonës ku operon, po finalizohet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, i cili ka nisur shtrimin e tapetit final të asfaltit, duke i dhënë aksit pamjen dhe standardin përfundimtar, është shprehur kryetarja e Bashkisë Roskovec, Majlinda Bufi. Sipas saj, rruga kryesore e fshatit e transformuar plotësisht është zgjeruar, janë vendosur kanalizime të reja nëntoksore, janë ndërtuar trotuare moderne në të dy anët e saj, është përmirësuar ndriçimi publik dhe së shpejti do të shtohet edhe gjelbërimi dekorativ. Po ashtu, i njëjti burim zyrtar ka pohuar se Marinza po ndryshon fytyrë me rikonstruksionin e rrugës kryesore dhe infrastrukturës moderne që janë drejt përfundimit, fali kësaj ndërhyrje që finalizon një nga investimet më të plota dhe më cilësore që ka prekur fshatin Marinës gjatë viteve të fundit. Jemi në zonën e banuar aty ku të Marinzës, aty ku ne po punojmë si bashki dhe në bashkëpunim me Bankersin dhe me ARSH-n për të përfunduar rikualifikimin e plotë të qendrës së Marinzës, një projekt që ka filluar gati ka 4-5 vite dhe sot po finalizohet me hedhjen e tapetit të shtresës përfundimtare të asfaltit në kërkesë. Ishte një kërkesë zyrtare që ne kishim bërë ARSH-s dhe ata na u përgjigjen përmes kompanisë së mirëmbajtjes së këtij segmenti rrugor që fillon që nga qapa e Stefanit deri në ktesën e Strumit dhe ne shpresojmë që pas përfundimit të tapetit, siç e keni parë që kemi vendosur edhe ndriçuesët nga buxheti i bashkisë, edhe pemën gjithashtu, do të vazhdojmë me vendosjen e pllakave në trotuar për kalimin e këmbësorëve dhe kalimin e biçikletave. Kjo është pjesa kryesore e zonës më të banuar të Marinzës, e cila pas këtij përfundimit të këtij investimi do të kthehet në një zonë me shërbime më standarde, më të mira për gjithë qytetarët dhe banorët që banojnë në Marinës. Kryetare, ju keni thënë që investimi për të segment rrugor, por dhe të tjera Marinës janë bashkëfinancimi i kompanisë Bunkers me pushtetin lokal me Bashkinë Roskovec. Ç'pun ka ARSH-ja në këtë rast? Unë dua të sqaroj një gjë. Ne kemi në sajt të bashkëpunimit të vazhdueshëm që kemi me Bankersin, ky projekt që ka bulimin e kanalit Kullus, sistemimin e gjithë sipërfaqeve segmenteve me nënshtresat e dhura, pjesën që është parashkollës është bashkëfinancimi i Bankersit me bashkinë. Ndërsa vetëm shtresa e tapetit që është duke u hedhur është një bashkëpunim me ARSH-n dhe me qeverinë shqiptare sipas një kërkese që ne kishim bërë ARSH-s dhe ata na u përgjigjen sepse kompania e mirëmbajtjes e ka në përgjegjësinë e vet këtë segment rrugor nga qapa e Marinzës deri në ktesën e Strumit. Punimet kanë transformuar të gjithë aksin qendror të fshatit Marinës, ku tani rruga është krejt tjetër, shumë më e gjerë dhe më e sigurt. Kanalizimet janë projektuar për të qenë funksionale dhe efektive për t'i dhënë fund problemeve me ujërat, ndërsa trotuaret kanë lehtësuar lëvizjen e këmbësorëve. Kjo është hera e parë që Marinza merr një investim kaq të plot, të gjitha bashk, rrugë të asfaltuara moderne, infrastrukturë nëntoksore cilësore, trotuare, ndriçim dhe gjelbërim.